Gjemati ndershëm, sot do të komentojmë një ndodhi të Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam, do të përfitojmë nga ajo ndodhi. Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam e ka pas shprehi mas namazit sabahut, mi pyet shokët e vet, a keni pa ndonjë ëndër? Dhe ka fillu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ja u komentu sqarimin e ëndrës të tyre. Njerëzit shohin një ëndra të mira, ja të këqija. Zakonisht ëndrat të njerëzit ja të mira, ja të këqija. Dhe prej sunnetit pejgamberit alayhis salam është ëndrën e mirë ban m'ia tregu njerëzve dashamirës që janë. Ëndra e keqe është prej shejtanit alayhi lana. Ëndra e keqe është prej shejtanit. Dhe Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam këtë ëndër, në këtë mëngjes, në këtë sabah, pyet shokët e vet dhe po thojnë askush nuk po përgjigjet. Çdo ditë ja u komentoj ke ëndrën pejgamberit sahabëve, ja u kallzoj ke manam. Pse? Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shejtani alayhi lanë s'ka mundësi edhe me ndërhy të Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, prandaj ëndrat e pejgamberit janë kanë të vërteta dhe tamam, do të thotë i ka sqaruar dhe i ka ditë kuptimin e tyre. Atëra kur i pyeti sahabët a keni pa ndonjë ëndër, këtë sahabët u ndalën, thotë unë po ja u tregoj një ëndër, thotë sonte që e kam pa, një ëndër që është shumë e veçantë. Këtë hadith e transmeton Semrat e Ibn Jundub prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, sonte kur kumra me flet, kanë ardhur dy njerëz. Thot dhe më kanë marrë dhe më kanë thonë hec, intalik. Dhe unë i trishtum, nuk e di ku po më çojnë këto krijesa. Më qunë me një botë që nuk është kjo botë, nuk është kjo natyrë edhe jetë e kësaj dynjaje. Është jeta e berzahut. Prandaj, thot më morën në qiell, në jetën e berzahut, në botë, thot që ju nuk jeni kanë edhe nuk e dini atë botë. Thot arritëm në një vend dhe e pam një njeri i shkani i shtrim në shpinë. Edhe një njeri tjetër për rrin, thot me një guri shumë të madh, edhe për ja copton të kryet ati, po i mshonte me gurin e madh në krye ati. Edhe sa herë që o rrotulliste ai, thot ky njeriu në kam dhe ai i shtrim me atë gurin filloi dhe për ja copton të kryet. Sa herë që ja copton të kryet, thot ju kthejke në formën apet të parë, edhe për s'dyti ja coptonte, për s'treti, për s'katërti, edhe vazhdoi ke hiç pa unal. Thot pejgamberi sa mu trishtova kur e pash atë gjendje dhe atë hall. I thash, kush është ky njeri? Çfarë krimi ka bë? Çfarë halli ka ky që e ka punën kështu me art? I than ata dy që e kishin me vete Muhamedit alayhis salam, i than intalik, hec dhe hec. To hec ma vonë e pam, thot një njeri tjetër i cili ishte i mbështetur dhe erdhi një njeri tjetër me durt, i cili i kishte të hekurta, me kangja të hekurta. Dhe filloi mi coptue njënën pjesë të gojës, sa që gjysa e fytyrës dhe e kokës ju coptonte. Kur filloi ke pjesën e dytë, ju ndreshke kjo, ju prishka ajo, edhe trishtimi i madh ishte, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë vazhdimisht kur e torturonte ai tjetri me ato të hekurta. E i tha, çfarë ka bë ky? Çfarë halli ka ky? Çka ka bë ky që e ka pru veten kështu me ar? I than ata intalik, hec dhe hec. Arritëm thot të një njeri, arritëm thot të një vend në të cilën e pam një liçen i cili ishte i mbushur shumë me fllitësirë dhe me gjak, dhe një njeri lundronte në mrena, do të thotë notonte mrena, mundojke me dalë në fund. Çdo herë që mundojke me dalë në breg, dikush e prit ke një njeri tjetër dhe ja mushke gojen me guri.
Ja mushke me guri dhe aj, s'mujke me dal, edhe u mundajke në pjesën tjetër, edhe në pjesën tjetër, dhe vazhdimisht u torturojte në këtë formë. Të të pashtot se heke shumë zamet dhe i thash shka ka bo kjo, ata i than hec dhe hec. Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tu hec ma vonë, e pam një të bërtit me të madhe, za të grave dhe të burrave. E aty ishte një furrë e madhe, i përgjan të furrës, e zjarmi shumë i madh, e në mrena ishin njerëzit burra dhe gra lakuriq, të gjveshur, dhe bërtitin sa që zani i tyre ishte shumë i trishtueshëm. Dhe i pyeta këta dy, thot pejgamberi selam, kush janë këta, çka kanë bën këta, i than intalik hec dhe hec. Vazhdoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këto dy njerëz pe bajnë pejgamberin alaihi salatu wasalam, arritën të një vend, një bafë që e bukur, po një njeri shumë i gjatë, sa që me nëzith thot ja pash ftyrën ati. Një njeri me mjekër të bardh, shumë i gjatë, dhe me te luishin disa fëmijë për rreth, me që këtë njeri. E i thash, kush është ky njeri, kush është ky zotni, kush është ky njeri i bukur me këto fëmijë? I than, intalik hec dhe hec. E pastaj thot hecam edhe hipëm me një kodrin, e aty ishte një qytet, e i pam disa njerëz që pjesa e gjysmë e ftyrës ishte shumë e bukur, ndërsa gjysa pjesës ftyrës ishte shumë e shumëtuar. E pastaj ata njerëz i pam duke shku te një lum, edhe e pastrun ftyrën dhe ju kthy pozita në ftyrën e tyre, të bukur, pa shumëtim dhe pa, do të thotë pa dëmtim. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pa kush janë këta njerëz? I than hec, peshe një vend, qytet me pallate të bukura, e një pallat prej pallateve me tulla të ari dhe të argjentit, sukur mjegulla apo sukur një re e bardh, një pallat i veçantë, më i veçantë prej gjithëve. E pejgamberi alayhis salam kureshtar tha, çka është kjo? Tha, kjo është xhenetul adni. E thot, a ka mundësi me hyrë ta? I than pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po, por jo tash. Të ndershëm xhamat, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam masi e tregoi këtë ëndër që ka mesazh për neve dhe masnimi e 400 vjetëve. Pse e ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë, pse e ka tregu këtë ëndër pejgamberi alayhis salam? Rasulullah sallallahu ka pa shumë ëndra, këtë ka tregu në këtë formë, dhe ka një hadith tjetër ku do të mundohemi ta përmendim edhe atë. E ka tregu rrezikun dhe pasojat e kësaj ëndrës për umetin edhe masnimi e 400 vjetëve. Dhe i pyeti sahabët, a e dini se çka janë këta? Çka i kom pa unë në ëndra? Di dikush me komentu, zakonisht njerëzit kur shohin ai ëndër trishtuar me çonte hoxha dhe hoxh, e kum pa gjarpnin. Gjarpni çfarë manaje ka? E kum pa qenin e zi. Çfarë kuptimi ka? E kum pa këtë edhe kanë qetë, edhe ndoshta një javë nuk i zë gjumi me ëndrën e keqe. Por ëndra çka ka ditë mi komentu, ka qenë vetëm pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pastaj ka shenja të ëndrave që komentohen. Ka shenja, por nuk janë këtë adekuat dhe do të komentuar me tamam se ne jemi njerëz dhe gabojmë. Pse unë jam të përmend këtë ëndër të pejgamberit sot në mesin ton, jam të përmend për me rikujtu mesazhet dhe dobit e këtij hadithi të pejgamberit alayhis salam dhe kësaj ëndrës të pejgamberit alayhis salam. E pyetën, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha, njeriu i parë që e taku me kryet e qam me guri që ja qajke, kush është ai njeri? Thot, ai njeri, thot, është i cili flen në gjumë, është që flen qëllimisht dhe nuk e fal namazin, nuk e kryen namazin, dhe ai njeri largohet prej leximit dhe dëgjimit Kur'anit, prej ibadetit. Një njeri që rrin në gjumë dhe nuk e fal namazin, një njeri që rrin në gjumë dhe nuk lexon dhe ndëgjon Kur'anin, azapi i tij po filloi ka jo prej ditën e kiametit, po për jetës së berzahut. Kjo është një pjesë e ndëshkimit të njerëzve që e lënë namazin. Edhe jo rastisht po thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, forma e dënimit se Allahu të ka dhënë ty krye dhe mend,
për me logjiku dhe me meditu për mi bën sejdë Allahut të madh. Ti pse nuk falesh? Të ka zënë gjumi. A 60 vjet ka zënë gjumi? Të ka zënë gjumi një herë në sabah namaz, të ka zënë 2 herë, a më 60 vjet ka zënë gjumi në sabah namaz? A më të ka zënë gjumi në orar të punës, a në rrugë, a në drek, a në qini, a në aksham, a në jaci? Prandaj pasoja dhe rreziku i atij që e lën namazin dhe se fal namazin dhe on gjumë, po filloi ka me këtë azab. Njeriu i cili nuk ndëgjon dhe lexon Kur'an, po filloi ka me këtë azab. E prandaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam për na tërheq vërejtjen në këtë formë që ne me pas frikë Allahun dhe me fal namazin, se ndëshkimi i Allahut është shumë i madh. Pa atina shka ju qaj ke goja dhe ftyra, ma të kangjat e hekurta, është fesati më i madh në dynja që ka ndodhë sot, është fesati i gjuhës. Nuk ka sen që e qanë njeriu në xhennet se sa gjuha e mirë dhe e sinqert. Edhe nuk ka fesat më të madh se sa gjuha e cila ban shpifje, ban fitne, mirët me nemime, përgojon dhe i ban fjalt. E prandaj, thotë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kategoria që për ju qaj ka goja dhe ftyra në atë dit, ko ka ata njerës që kanë rejt për vllaun e tij dhe ka shpif në për qytetin, lagjën, vendin ku jeton. Ka shtu fjalë dhe gënjeshtra, ka bë telashe dhe fitne. Prandaj njerëzit që janë marrë me nemime është ai i cili i përgojon të tjerët dhe i ngjet fjalë. Ka thonë, ka ba, ka thonë, i kumë thonë, ka kry punë, ka bo shpionazh, ka bo. Dhe të folë vetëm fjalë e pështjellë shoqërinë tonë me fjalë të ndyta të pa argumentume. E ban të lodhi, e ban lamë shoqërinë tonë. Dhe sot njerëzit kur qonë sabah, çka janis, filanin ka thonë, i kumë thonë, ka thonë. Prandaj muslimani duhet më rujt, ai çka do me rujt gojën në ditën e kiametit dhe gjuhën në ditën e kiametit, që mos më qa në përmjet hadithit që po tregon pejgamberi alayhis salam, në të arun gjuhën mos të fol, do të thotë pa argument. Mos mirët me gibet, mos mirët me nemime, mi bajt fjalë te tjetri, e me shkuën në polici, me shtu fjalë, e me shku fitnet ai tjetri, e me bë telashe dhe ashtu me radhë. Prandaj gjuha është element për adhurim, nuk është element për fitne, dhe duhet me pas kujdes se muslimani duhet me rujt gjuhën. E treta, njeriu i cili notoj këta i liçeni dhe ju mbushke barku me gur, është njeriu i cili është marrë me kamat, i cili ja u ka marrë njerëzve pasurinë me të padrejtësi, edhe kamata pa dyshim sa është prej gjunave më të mëdhaja. Disa njerëz mendojnë se është trend dhe pa kamat nuk jetohet. Ata që ka punojnë me lek, ata që kanë punojnë me parë mendojnë se është pjesë e ekonomisë. Ajo është pjesë e shejtanllëkit. Ajo është pjesë e zullumit. Ajo është pjesë e gjunave më të mëdha që azapi po filloi ka, që po tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj kamata, kur të flitet vetëm termi kamat, muslimani duhet më trishtu, edhe me ditë rrezikun dhe pasojat e sajna, se edhe çmendet, edhe dridhja e shejtanit ndikon në trunin e tij dhe në mendjen e tij, siç ka thënë Allahu në Kur'an, për atë i cili merr dhe jep kamat. Edhe ky njeri i cili merr dhe jep kamat, ndëshkimi i tij po filloi ka me qatë gurin, me qatë në lumin të cilën koka me gjak dhe me flitsira, sa herë që don me dalë në breg, nuk ka mundësi po i mushet goja me flitsir dhe me guri. Prandaj nuk mund dhe të batis një njeri i cili nuk ka frikë Allah dhe mirët me kamat, dhe e lejon kamatën dhe punon dhe merr dhe jep dhe ndërmjetëson dhe shkruan dhe është zhirant i tij dhe ka hise në pjesën përbërëset do të kamatës, ai njeriu është hisenik sukur me hangër kamatën. Allah i na rujt prej kësaj vesit të shëmtuar. Grupi e të nur në furr që e kam pa të zhveshur gra dhe burra dhe me zanin trishtueshëm, i thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, janë njerëz që nuk e kanë mbrojtë nderin dhe moralin e tyre. Ata të cilët nuk e kanë ruajtur nderin dhe moralin e tyre, kanë shkuar në zina. Ata e pas kanë një ndëshkim, një dënim shumë të madh, saqë zani e ka trishtuar pejgamberin sa për të bërtitës madhe, në thotë dhe prej dhimbjes dhe prej trishtimit të madh që e kanë pas në ndëshkimin e madh.
Edhe kjo tregon vlerën e moralit, se Islami është vlerë. E vlera e Islamit është besim. E në këtë besim dhe në këtë shariat që na ka zbrit Kur'ani dhe Suneti pejgamberit është me rujt nderin dhe me rujt moralin. Dhe njeriu ka fe atë sa ka moral. Qofse nuk ka moral, nuk ka fe. Edhe sot lufta më e madhe është dy lufta, lufta ekonomike dhe cila dami më i madh është lufta e moralit. Prandaj sot padrejtësit njerëzit bëjnë çmos me marr mallin e tjetrit me padrejtësi, me kamat, duke filluar prej bankave dhe njerëzve të cilët janë argatë e shejtanit alayhi lane. Dhe e dyta lufta më e madhe ose fitnja më e madhe, siç ka thënë pejgamberi sa është dynjaja dhe gruaja. Edhe këtu të dy grupet që kanë ai që mirët me kamat, ai se mendon ditën e kiametit, ai se mendon do të rrezikun dhe pasojën e kësajna, dhe njeriu i cili nuk e ndal nefsin prej haramit në kohën e lakuricisë kur ne vetëm jemi në sezon të verës, nuk e mbron shiqimin, a shiqimi e prish edhe zemrën, e zemra e prish edhe imanin. Prandaj muslimani duhet me pas kujdes, mos me qenë në këtë furrë të cilën tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njeriu i gjatë me mjekër të bardhë, kush ishte ai? Thot ai është Ibrahimi alayhi salam. E ata fëmijë kush janë? Ata janë fëmijët e posalindur apo fëmijë deri në bylyk para bylykit që kanë ndru jetë. Ata janë me Ibrahimin alayhi salam. Në pjesën e hadithit të parë është edhe një pjesë se pejgamberi alayhi salam e ka pa dhe një njeri shumë të trishtuar, jo i buzëqeshur, shumë i rrept dhe i vrazhgët dhe i shumë i madh. Thot kush është ky? Thot ai është njeriu apo me laça me emrin Malik. Ai është rrejtari i xhehenemit. Allah i na ruajt ya rabbel alamin pe xhehenemit. E kjo është kategoria në të cilën e paska pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë, kategoria e fundit që e ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ndërsa njeriu që ishte i shumtum dhe një pjesë të fytyrës të shumtum, një të mirë, e pastaj e pa atë lumin dhe e fshinën, ato janë njerëz që kanë bërë vepra të mira. Masanena, po kam bërë dhe vepra të këqija, po s'jam rrin veprat e mira për me shku në xhennet. E xhenneti nuk mundesh me hin xhennet me gjunahe. Po e para çka duhet me bë? Allahu azza wa jall duhet më t'i fal gjunahet. Wallahu Gafur. Masanena Rahim. Çdo herë ajetet në Kur'an është shumë interesant. Allah thot Wallahu Gafurur Rahim. Allah është falës, të fal. E masanena Rahim, të bën Rahim, të mëshiron, pse se me mëshirën e Allahut hin xhennet. Allah na mëshiroft dhe na fal gjunahet. Edhe në këtë hadith, fytyra gjysma e mirë është e veprave të mira, po gjysma e keqe është e gjunaheve që i kemi bën. Allah i na fal. Atëherë është forma për me hin xhennet, s'mundesh me atë fytyrë me hin ti, duhet me hin me fytyrën e mirë. Për me hin me fytyrën e mirë, atëherë duhet mu la te uji apo te ajo reka, apo reka e xhennetit apo lumi i xhennetit. Edhe e pastrojnë dhe i kthehet fytyra në të mirë. Ata pallate që i kanë pa janë pallatet e Xhennetul Adnit, një prej xheneteve, xheneti më i lartë dhe më i mirë është Xhennetul Firdausi. Xhennetul Adn është një prej xheneteve më të nivelit jo të standardit më të lartë, po standardi më i lartë, xheneti më i lartë është Xhennetul Firdaus. Aty ka pallate që i përshkruajti pejgamberi alayhis salam dhe e pa një prej pallateve më të ngritura në formë të re së bardhë dhe tha a ka mundësi me hy? Tha po jo tash kur të vije koha, ajo është në ditën e kiametit. Cilë janë dobit e këtij hadithi dhe këtij sharimi, pse jemi të përmend këtë hadith të pejgamberit sa, është se ëndrat e pejgamberëve nuk mundin më kanë të rrejshme se shejtani alayhi lanë s'ka mundësi me hy te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo ëndër është shumë e vërtetë, dhe gjitha ëndrat e pejgamberëve alayhimus salam janë kanë të vërteta. E dyta, pejgamberi ka komentuar siç na ka treguar neve dhe na e transmetojna këtë hadith prej Samrata ibn Jundub mas 1400 vjetëve, hoç për shkak kena lidhje me ëndrën e pejgamberit, kena lidhje për me marrë vesh rrezikun se ai që se fal namazin, aty na ka më qa koka në këtë formë dhe ka më pas ndëshkimin e madh. Edhe tregohet rëndësia në këtë hadith i pari grup që përmendet prej pejgamberit alayhis salam është lanësi i namazit dhe larguesi nga Kurani do ta ketë këtë lloj ndëshkimit. Atëherë muslimani i dashur
mos u largo prej namazit në asnjë një formë, në asnjë një moment. Namazi i cili është ibadet që duhesh me fal edhe kur t'jesh i shnosh, edhe kur t'jesh i smut. Edhe në Ramazan edhe jashtë Ramazanit, edhe në xhami edhe në rrugë, edhe në spital, edhe në ushtri, vazhdimisht namazin zguzon me lan. Edhe në front kur t'jesh, në pikën e luftës kur t'jesh, në gjendje të luftës kur t'jesh, hoq frontin dhe armisht i kimi këndena, ka perëndimi, amo lindja dhe qabja, kibla është ka lindja, namazi jot dhe kibla jote është ka i ki armikun, ama Allahun duhet mi bëj ibadet dhe me fal namazin. Nuk ka arsye tim për me lan namazin. E cili është arsyeja jote që ti nuk e fal namazin sot? Se ti nuk e din vlerën e namazit, ti nuk e din pasojën dhe rrezikun e namazit. Allahu i madh me 25 minuta, me gjys orë, me 40 minuta, me 50 minuta, me 1 orë në ka obligu namaz prej 24 orëve. Allahu me ibadet, me Ramazan, 1 muj. Shëve, është dita 23 apo 24 të Ramazanit, musliman dhe që kanë zonë mu lodhë. Para me ndojnë mu kanë 6 muj, 7 muj Ramazani, a më ndërojnë musliman. Allahu e din sa munësh me baj ti. Allahu e din që ti ki mundësi mu falë, veç ti si të dash dhe se ki bindjen mu falë namazin për madhninë Allahu subhanahu wa ta'ala. Se aj që e le namazin e ka rrezik fejen, dhe aj që e le namazin me qëllim, aj në udhëbila ka bëdhe kufër në Allahu subhanahu wa ta'ala. Se dalimin mes ty dhe ati që nuk falet është namazi. Kështu ka thonë pejgamberi alayhis salam. Diferenca ati që falë dhe s'falë është namazi. Kjo është temë në veti me folë për namazin. Rreziku dhe pasojat e namazit. Dëshmi e dashurijës dhe respektit imanit tanë ndaj Allahut është sejdë jote. Çish po don ti me thonë unë e du dhe besoj Allahin pa era sejdë Zotit. S'ka mundësi. Pa sejdë nuk ka xhennet. Pa sejdë se ne kalon urën e siratit. Pa sejdë vorrjat nuk bëhet pi babçeve të xhennetit. Pa sejdë se mshton ti piçatina i cili do ta çon kryet në atë ditë kur të dalish para madhnisë Allahu subhanahu wa taala. E dyta, rreziku i atij që e përgojon, për e tregon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam fitnën e gjuhës. Dhe sot lufta më e madhe nuk është lufta e vrasjes. Asnjë luftë në dynjat nuk fillon drejt për drejti pa ja nis njëherë me ja paraprim me gjuhë. Edhe shërbimet sekrete, shërbimet e shejtanëve që i bëjnë këto ngatresa në rruzullin toksor për me derdhë gjakën e njerëzve të pafajshëm, e bëjnë me çka? Me gjuhën e tyre, me mediat e tyre, me dezinformatat e tyre. Alama e keqja është edhe musliman të ushqehen me dezinformata për atyre që e tradhtojnë Allahun dhe pejgamberin, thonë që kjo ka tamam. Ti zguzon me marr. Ti pi muslimani dush me vërtetua, jo pi jo muslimanit haberin tanë. Prandaj muslimani duhet të mos kujdesshëm, mos me marr informat pa e vërtetu, dhe mos me interpretu për me bë telashe në shoqëri. Po muslimani duhet me thon fjalë të mirë, dhe muslimani duhet me ushqy veshën me fjalë të mirë. Pse? Se lufta tash më e madhe është lufta e fitnës, lufta e gjuhës. Lufta me gjuhë. Dhe pejgamberi sa më tregon rrezikun e atyre që nuk e ruajnë gjuhën dhe bëjnë fitnë dhe nemime, përgojojnë dhe bëjnë dezinformata në shoqërinë ku jetojnë, Allahu azza wa jall për ja çaj ka atyre kokën. E treta, hadithi apo dobia hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është invazion të madh ka marrë kamata. Pak familje janë të pështu prej këtij kanceri, lirisht mund të them, prej këtij kanceri që është ja u pi njerëzve gjakun me pamuk. A dini arsyeja pse njerëzit mirën me këtë? Pse japin prioritet logjikës, nuk japin argumentit fjalës Allahut dhe të pejgamberit. A ka thënë Allah i pejgamberi u bitis, çka ka menguar ekonomistin, doktorin e ekonomisë. Prandaj na e besojmë Allahun dhe pejgamberin, e besojmë Kur'anin dhe Sunetin. Ka thënë Allahu dhe pejgamberi ky ligj vazhdon deri në ditën e Kiametit. Atë pse je prioritet? Valla unë vend që me pagu qira, për 10 vjet kam i marr pi bankës edhe pi bankës kam i pagu kështu edhe i paguaj me rata. Kjo është tamam pështjellme e shejtanit në mendjen tënde. Pse atëherë pse ekzistojnë meselet e qiras në dynjot? Pse ekzistojnë shtëpia me qira, më thonë. Prandaj ai që jep prioritet logjikës dhe thotë ne pe marr pi bankës sa paguaj qira, paguaj kamat, ti je ti paguaj shejtanit alihilana. Ti je të lyp xhehenemin. Ti je të lyp çat gurin për më fundos nat liçenin e fliqër apo lumin e fliqër që është. Prandaj kamata është një prej smundjeve më të mëdha
Dhe lufta më e madhe është lufta ekonomike, mas fitness lufta ekonomike që ti mu mvar prej qasajna. Ta që kam harru numrin, edhe në Kosovë kam pas informat sakt, do të thotë një numër shumë i madh, ekstrem i madh kanë hina për banka. Dhe shumica e vetvrasjes bëhet për shkak njerëzit që nuk kanë mundësi me pagu kamatën. Kjo është temë në veti, apo? Sa familje kanë dhe sa njerëz ka që ka bë vetvrasje për shkak kamatës. Dhe sa njerëz janë vrarë dhe janë myt për shkak kamatës. Sa njerëz janë smu për shkak kamatës. Pse? Se smu është i mi shpall. Kamata është luftë kundër Allahit. E mi dal dikush Allahit karshi dhe me dal fitimtar është mustahil, nuk mundet. Atër ti ki me thyj qafën dhe ki mu dënu prej në dynja të azapijat fillon. E fillon prej në varë, e fillon ditën e kiametit edhe nuk nalet hiç, sa është prej gjinahave më të mëdhaja. Dhe thot pejgamberi sa mi shteni bu seba mubiqat, largon e për 7 gjinahave, shirku e me hangër mallin jetimit. E një prej gjinahave të mëdhaja është akilu riba, ai që han dhe thot mallin e kamatës. Lufta tjetër që është sot dhe është shumë interesant, mosfalja e namazit, përgojimi apo nëmimja, kamata që ka lidhje me ekonomi, e pastaj shoqëria jonë që nuk mundesh me pas armëri shnosh pa të rritë shnosh. Nëse të rritë toni kemi të pamoralshëm, nëse gjeneratat vinë pa moral dhe pa nder, atëherë pritet kiametin. Prej shenjave të kiametit është kur njerëz nuk kanë me pas turp në mes të rrugës bëjnë zinë naudhu billah. Prej shenjave të kiametit është kjo. Amo kjo po pas ka një dënim të rrept dhe të madh. E prandaj shkatrimi në një shoqëri është kur njerëz nuk e ruajnë nderin dhe mbarën e tyre. Nana tona e kam lu ftyrën para 50 vjetëve në tona. Ftyrën. Nana tona nuk kanë dalë në qarshim pik drekës. Edhe musafir kur kanë shku masjacijës. Për mos mi pa dikush. Sot nuk e mlojnë ftyrën. Sot trupi nuk e mlojnë, naudhu billah. As 20% të trupit nuk e kanë të mbulum. Pse? Se nuk e dinë rrezikun. Kjo është ëndër, po kjo është ëndër e vërtet. Dhe kjo është premtim që Allah Azza wa Jall do t'i dënon njerëzit në këtë formë, ata që nuk e ruajnë nderin dhe moralin e tyre. Edhe njeriu nuk ka mundësi me hinë xhennet. I dobive të hadithit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam pa ju fal gjunahet. Do të thënë xhennet s'mundet me një gjunaçari. Atëherë Allahu i fal. Ne falemi, agjerojmë, bëjmë tobe, bëjmë istikfar, bëjmë dhikr, bëjmë punë me qëllim për me arrit kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Të ndershëm xhamat, kjo ëndër ka më shumë mesazhe, edhe ka më shumë mësime, por në pikat e shkurta, kjo ëndër jep mesazh që ne s'duhet me lënë namazin në asnjë moment, edhe nuk ka arsyetim në namaz. Se pasoja e namazit, lënësit e namazit, e bjen njeriu në kufër edhe dënimi i tij është me gur. E dyta, ai cili mirret me kamat, ai do të shmend, do të prej në dynja, ai do të ketë ndëshkim prej në këtë dynja, po do të ketë dënim edhe në ahiret të madh. Edhe e ban çrregullimin njerëzor. Ai çka nuk e ruan gjuhën ban çrregullim shoqëror dhe e funit po Ibrahimi alayhis salam me fëmijën, po bafçja do thotë përfundimi i ëndrrës shkon ka xheneti. E prandaj ne si musliman do të mësoj xhenetit me fal namazin, me rujt gjuhën, mos me bë interpretime të rrënjshme dhe shpifje. Muslimani duhet të murojt prej kamatës dhe muslimani duhet të murojt nderin dhe moralin e tij. Allahun e lutim që neve dhe juve Allahu të na bën për atë që do ta falim namazin rregullisht dhe nuk jemi neglizhent në namaz, po jemi që e falim namazin me frikë dhe respekt në Ramazan dhe jashtë Ramazanit. Se namazi është ajo baza mas imanit në Allahun që dëshmon besimin tanë me Zotin tanë. E lutim Allahun që Allah të harun gjuhën tonë të flasim vetëm mirë, wa qulu lin-nasi husna, dhe të thojmë fjalë të mira. E lutim Zotin e Madh që Allahu të na largon edhe nga pluhni i kamatës, nga kamata dhe nga pluhni i kamatës, se kamata është prej dënimeve më të rrepta dhe më të mëdha që mbjell trishtim në këtë dynja dhe në ahiret. Dhe lutim Allahun subhanahu wa taala që ato fytyra që ishin të Allah të narun edhe moralin ton dhe nderin ton, edhe që ato gjunahet që po dal kanë në ditën e kiametit, Allah të na falë prej në këtë dynja të bëjmë tobe dhe istikfar. Allah është falës dhe gafur. E lusmi Allah të na falë neve, juve dhe gjithë muslimanëve.